Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Konsumoni një tas kos esëll në mëngjes, shëron me njëherë këto 7 probleme. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit më të konsumuar nga shqiptarët. Ai nuk do të bëhet kur i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra dhe në shije të ndryshme. Kosi mund të hahet i ëmbël, i kripur, në mëngjes, në drekë ose në darkë për një vakt të lehtë. Kosi është i pasur me kalium, me kalcium, me magnez, me vitaminën B2 dhe B12. Në këtë video do të mësoni më shumë për vlerat befasuese të ngrënies së kosit në mëngjes ose edhe pas tij. Sipas Bredsaj do të rendisim disa nga përfitimet më të mira që do të marrë sistemi juaj imunitar. Kosi është i mirë për sistemin tretës. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi ditor veçanërisht në mëngjes mbron sistemin tretës nga toksina dhe nga bakteriet. Ai qetëson sistemin e rënduar nga inflamacioni dhe dëmet e shkaktuara prej tij. Kosi është një zgjidhje gjithashtu shumë e mirë në rritjen e imunitetit tuaj. Kosi ka aftësinë të mbajë imunitetin të fortë dhe ta përmirësojë atë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban minerale të dobishme si zinku, magnezi dhe seleniumi. Kosi është i mirë në rregullimin e tensionit të gjakut. Sipas Health.com, kaliumi te kosi ndihmon eliminimin e kripës së tepërt nga organizmi. Në këtë mënyrë kosi ndihmon uljen e tensionit të gjakut dhe në shëndetin e zemrës. Kosi është i mirë gjithashtu kundër infeksioneve. Kosi është veçanërisht një aleat i grave sepse parandalon mykun dhe infeksionet në organet e tyre. Kosi përmban laktobacile, bakterie të cilat frenojnë rritjen e infeksioneve dhe të mykut. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë për kockat tuaja. Një filxhan me kos përmban 275 mg kalcium. Për këtë arsye, nëse e konsumoni që në mëngjes, u keni dhënë kockave forcën e duhur. Ofron bakterie të mira në lehtësimin e tretjes. Kosi përmban probiotik që eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi i tretës. Nëse vuani nga fryrja e stomakut ose diareja, është e këshillueshme të hani kos që në mëngjes. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë pas aktiviteteve fizike. Proteinat e kosi i japin muskujve aminoacidet që ju duhen për të rritur më këmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit është në rënje dhe kosi rikthen atë. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë kundër alergjive. Foshnjat e grave shtatzana që konsumojnë në kos rregullisht janë më pak të prekura nga alergjit, thot një studim mbi rolin e kosit. Sipas studimit të cilit i referohemi, fëmijët që ushqehen me kos rregullisht janë më pak të rrezikuar nga infeksione dhe alergji të ndryshme. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë edhe për të rënë nga pesha. Kosi përmban pak kalori për më tepër fal konsumit të tij, qelizat e yndyrshme prodhojnë më pak kortizol, gjë që nxit organizmin të humbas më shumë në kilogram. Kosi është i mirë kundër kavitetit. Kosi i mbron dhëmbët nga kavitetet. Ai përmban acid laktik që i mbron mishrat e dhëmbëve nga mbetjet ushqimore dhe nga bakteriet e mundshme që i kanosen atij. Kosi për humbjen e peshës. Për disa, dëshira për të humbur në peshë mund t'i bëjë ato që të kthehen në çdo lloj zgjidhje, qoftë një ushtrim ndërtues me palestër ose vëzhgimi i dietës së tyre, ose zakonisht një kombinim i këtyre gjërave. Sa i përket dietës më të shëndetshme, kosi nuk është i rastësishëm në programin dietik të shumë dietologëve. Kosi për një zorë të shëndetshme. Shëndeti i zorëve mund të mos jetë diçka me të cilën mendoni shpesh, por është thelbësor për të mbajtur një mënyrë jetese përgjithsisht të shëndetshme. Zorët tona janë përgjegjëse për tretjen e ushqimeve dhe thithjen e lëndëve ushqyese. Ndaj është thelbësore që ajo të funksionojë siç duhet. Një gjë që mund të ndihmojë në këtë proces është edhe kosi. Kosi për kocka më të forta. Gjithashtu ai mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin kockor. Nëna juaj gjithmonë thoshte që të pini qumësht për kocka të forta. Ndoshta ndryshe nga shumë gjëra të tjera kjo ishte e vërtet, por ajo mund të ketë haruar të thotë se kosi gjithashtu mund të ndërtojë kockat tuaja. Produktet e qumshtit duke përfshirë edhe kosin janë burime të shkëlqyera të kalciumit, i cili është një mineral kryesor i kockave. Kosi është gjithashtu i dobishëm edhe për ata që vuajnë nga osteoporoza. Kosi për një humor më të mirë. Në mesin e problemeve stresit dhe punës dhe çdo gjëje tjetër që mund të largojë dikë, humori juaj është i lehtë të bjerë her pas here. Ka mënyra klasike për të përmirësuar humorin tuaj. Ushtrimet dhe gjumi i mirë, por edhe ngrënia e kosit janë përforcues të mrekullueshëm të humorit.
Sistemi imunitar më i fortë. Në ditët e sotme është e rëndësishme më shumë se kur për një sistem imunitar të shëndetshëm për të luftuar problemet dhe infeksionet. Një nga mënyrat për të forcuar sistemin imunitar është të konsumoni probiotik që gjenden te kosi. Duke ngrënë kosët çdo ditë, ju ushqeni traktin gastrointestinal me baktere të shëndetshme. Këto baktere të shëndetshme parandalojnë mbizotrimin e atyre të këqija që çon në përmirësimin e shëndetit të zorëve dhe të sistemit imunitar. Por çfarë duhet të paset më shumë kujdes? Konsumi i përditshëm i kosit përveç të mirave mund të ketë edhe efekte negative, si për shembull, nëse e përzjeni me sheqer mund të ndikojë negativisht në tretjen tuaj dhe në rritjen e problemeve siç mund të jetë edhe diabeti. Ndaj kosin, më mirë mund ta shoqëroni me fruta dhe me mjaltë për të evituar gjithashtu edhe problemet tuaja shëndetësore. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë për organizmin tuaj, duke ndikuar pozitivisht edhe në shëndetin e flokëve. Kosi është i dobishëm kundër flokëve të thatë dhe të hollë. Ai forcon çdo qimë floku dhe pastron skalpin nga zbokthi. Sigurisht që kosi duhet të jetë ai që përgatitet me far dhe jo ai i përpunuar. Ofron përfitime të mira në shëndetin e lëkurës. Kosi është një nga recetat më të mira për femrat, ai përmirëson lëkurën, shtrëngon poret dhe jep lëkurës elasticitet dhe shkëlqim. Kosi është i dobishëm kundër simptomave të plakjes, ankthit dhe gjithashtu është shumë i mirë për shëndetin e bukurinë e lëkurës. Kosi është një zgjidhje gjithashtu shumë e mirë kundër të ftohjes. Kur imuniteti është i fortë, do të mund të mposhtë viruset dhe bakteriet. Konsumi 150 deri në 200 gram kos në ditë mund të shpëtojë nga simptomat e ftohjes, të gripit dhe problemeve me fytyn. Ky produkt përgjysmon shanset e shfaqjes së këtyre problemeve. Kosi është i pasur me vitamina. Kosi përmban fosfor, kalium, jod, zink, vitaminën B2 dhe B12. Kjo e fundit është një vitaminë shumë e rëndësishme për rruazat e kuqe të gjakut dhe për sistemin tuaj nervor. Gjithashtu, skuqet e lëkurës të bebit tuaj mund të lehtësohen me përdorimin e kosit. Kosi është ideal për lëkurën e ndjeshme të bebeve dhe mund ta përdorni për të trajtuar skuqet e lëkurës të shkaktuara kryesisht nga pelenat. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë edhe për ata persona që duan të bien nga pesha. Kosi është një zgjidhje ushqyese për t'ju mbajtur të ngopur dhe për të furnizuar trupin me të gjitha lëndët minerale të cilat i kanë të nevojshme për të ndjerë ngopur, për të evituar kështu kilogramet e tepërt. Kosi është ideal për të kufjezuar kalorit. Ai shuan urinë dhe nepsin për ushqime të ëmbla. Pasi përthithet, kalciumi nga kosi ndikon te qelizat e yndyrës, të ulin prodhimin e kortizolit, ndërkohë që aminoacidet djegin yndyrën e tepërt. Rekomandohet gjithmonë që kosin ta konsumoni me pak yndyrë. Tensioni i gjakut. Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësinë të rregullojnë tensionin e gjakut. Me sasinë e duhur të produkteve me pak yndyrë, rreziku i tensionit të lartë të gjakut do të bjerë me të paktën 50%. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër osteoporozës. Brishtësia e kockave vjen si pasojë e ndryshimeve hormonale dhe mungesës së vitaminës D dhe kalciumit. Kosi është i pasur me kalcium dhe konsumi i rregullt i tij përmirëson strukturën e kockave. Kosi i bën shumë mirë stomakut. Kulturat e gjalla të kosit janë efikase kundër konstipacionit, diares, inflamacionit të zorrës, problemeve të zorrës së trashë e të tjera. Këto probiotik përforcojnë imunitetin dhe mbrojnë stomakun nga infeksione të tjera. Dhe kosi është një zgjidhje shumë e mirë për ata që duan të kenë një shëndet më të fortë të stomakut. Kosi është i prodhuar nga fermentimi i qumshtit dhe është i pasur me proteinë, kalcium, vitaminë B6, B12 dhe probiotik. Të gjitha këto elementë janë mjaft të rëndësishëm dhe të mjaftueshëm për t'ju bindur për ta konsumuar vazhdimisht në dietën tuaj. Është e rëndësishme që të konsumoni të paktën një tasë me kosë çdo ditë në mënyrë që të merrni përfitimet e tij unike në dobi të organizmit. Dhe gjithmonë këshillohet të mos e shoqëroni me sheqer, por vetëm me fruta natyrale të stinës dhe me produkte të tjera siç është edhe mjalti. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos u zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.